gjatë kësaj mesjave, ekipi i Prishtina 0-1 ka fituar Kupën e Kosovës për vitin e 4 të rresht, kurse është trofeju i 5 i Kupës e Kosovës që kanë marrë që nga themelimi i tyre. Kështu që pikërisht për këtë e kam të pranishëm, jo veç portierë më të mirë në Kosovë, por realisht ka qenë lojtari më i mirë që ka marrë edhe vitin që shkoi, po ashtu apo ndryshe vitin para ka qenë edhe si lojtari më i mirë i futsallit në përgjithësi. Dhe është kënaqësi ta kem prezant këtu portierin Bajram Ramadani, i cili është pjesë e skuadrës së Prishtina 0-1. Bajram, mirë se erdhe dhe ju bashkoj emisionin pas ditës sportive. Mirë se gjetëm, faleminderit që gjeni kohë gjithmonë të na mbështetni dhe të na përkrahni. Po dalim pak para se të kalim tek pjesa e futsallit, një pyetje rreth pjesës së pranimit të Kosovës në UEFA 10 vjet për ty, si e ke përjetu, pavarësisht që je një kohë gjatë pjesë e futsallit, po edhe futsalli është ombrell e Federatës së Futbollit të Kosovës. Natyrisht e kena prit jashtëzakonisht mirë, sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse deri para pranimit në UEFA, domethënë kena luajtur në ligë, po nuk ka pas ndonjë benefit ose interes të veçantë. Tani është më ndryshe, luan gara ndërkombëtare, është motivi, është gjithçka është më interesante. Më interesante se çdo herë tjetër. Ne me shoh fituat Kupën për vitin e 4 të rresht, diçka që realisht jeni të bëjt këtë dominimin e plot në futsalin kosovar. Normal, kena punu për këto ditë, kena punu maksimalisht që 4 vite, domethënë na një grup i mrekullueshëm, kena pas atmosferë brenda klubit jashtëzakonisht mirë, domethënë që ka rëndësi shumë, sepse sukseset vijnë me do mos, kur është harmonia në grup është shumë e mirë edhe sukseset nuk mungojnë. Normal ka qenë një rrugtim i vështirë, sepse duke ditë që niveli i futsallit në Kosovë është jashtëzakonisht i lartë, edhe në fund po na shpërblehet, kjo është domethënë e mira asoj, aja dhurata që vjen në fund. Po, në fund. Embelësira për fund që thon. Bajram, skuadra e cila përballë ishte Liçeni, realisht pavarësisht që është i favorit letër, si kundërshtar çish e vlerëson? Normal, Liçeni si kundërshtar gjithmonë i kyçmi në mënyrë maksimale, sepse Liçeni ka lojtar me përvojë dhe është një klub jashtëzakonisht i mirë. I dina cilësitë e tëve, edhe pse në ligë e kanë një ecori mjaft të dobët, por finale është finale edhe do të me ditë edhe rëndësinë lojtarët e njohur me dim çfarë kapaciteti kanë, domethënë do të më kyç në mënyrë maksimale kundër tyre. Realisht kur fiton çmime, se sigurisht më ardh të shtëpia jote edhe me po pjesën brenda e kit mbushur me çmime. Edhe a ki vend ku Milan valla? Zakonisht vetëm do disa çmime që janë më të rëndësishme me tregu drejt, sepse siç e dinë edhe ti ne morëm pjesë edhe në për turne të mëdhaj shumë, edhe zakonisht tifozët e djemtë të ri që na mbështesin e na përkrojnë gjithmonë kanë atë kënaqësinë, edhe ku ti dhurojsh diçka, zakonisht ato kupa, ato trofe zakonisht i shkepin më herë mas finale, po këto të futsallit normal që i rumi me nostalgji dhe e kena bërë një pjesë të mirë, do me thonë që mi pas kujtem në të ardhme ku ta përfundojnë karrierën, mi kujtu edhe është diçka që kur bëhet një reportazh më ardha me tregu. A e vlerëson se a duhet me pas edhe te futsalli më shpall portieri më i mirë i vitit, më shpall një trofe apo ndryshe një mirënjohje, sepse realisht e dim që futsall gjatë fundit të vitit kur mbahen lavratet shpallet vetëm një. Po normal ka pas pak disa biseda bashkë pikërisht kur i mbon që më shpall portieri më i mirë, domethënë si lojtari i vitit në futsal. Ka pas disa biseda, jo pse portieri, jo pse se, po normal edhe unë jam lojtar, po i shkon shumë më mirë shembull me pas veçanërisht, domethënë vetëm për portieri më i mirë dhe lojtari më i mirë. Po një herë për një herë kështu është, vetëm një shpallët.
Do të më respektu, shpresojmë që në vitet vjen ta ndajnë edhe për tjerë më i mirë. Shembull, kushdo që e meriton, është kënaqësi shumë e madhe me qenë në ceremoninë të laureatëve të vitit. Unë nuk e kam ditë rëndësinë, domethënë po koridore ato e jep po që po kam thonë okay, jepja dikona që e meriton më shumë, dikona i ri me përkrah, me motivu më shumë. Po momentet që kam shku aty, kam ndryshu 100% abdin se ish jashtëzakonisht mirë, e ke meritu se ke bo një punë të jashtëzakonshme, ke qenë akteri kryesor, jo vetëm që ka fitu titullin poshtë të kupën, po ke qenë aktor kryesor edhe në pjesën e Ligës së Kampionëve, deri në 1/16 të ketë prodhim vendor 100%. Normal, gjithmonë bashkë me shok, besoj që ma ardhë ma kanë shpërbly ata është edhe mund ka orë momenti edhe në ndina shumë i knaqët kur e bëj një punë të mirë për shokët edhe bashkarisht jena jashtëzakonisht lumtur sepse shumë e përkromin si në ditë këshia ashtu edhe në ditë mira e përkromin një tjetër shumë. Prandaj edhe kena pas këtë sukses ku e kena sot. Kupën e fitua tash me synimin e malësh titulli kampionit, por realisht sa beson që do të mund të arrini ta fitoni dhe sa është pak a shumë konkurrenca fort deri për ta marrë këtë trofej. Po normal Prishtina 0-1 është gjithmonë çdo vit është favorit. Deshtën apo s'deshtën ajo e din gjithë Ballkani, domethënë që jena favorit kryesor. Liga është jashtëzakonisht duke ecur shumë mirë, ka ekipe shumë të mira, Drenica është, besoj që me Drenicën ndoshta rivali kryesor do të jetë, e ka një ekip mrekullueshëm. Besoj që në fund në të fitoj më i miri, por ne do të luftojmë maksimum ta mbrojmë titullin prap. Nuk është si herët e tjera futsalli. Jo, sidomos 3 vitet e fundit është tjetër nivel. Ka qenë edhe më ardhë niveli shumë i mirë, po sidomos 3-4 vitet e fundit është tjetër nivel, është organizimi, janë gjithçka ndryshe, domethënë edhe federata, komisioni i futsallit janë tjetër nivel, kanë bërë një organizim fal Getar Tiseni që bën një punë palashme edhe meriton një respekt madh, e ka bërë komisionin e futsallit, garat e futsallit, marketingin e këto i ka qenë në tjetër nivel. Domethënë që ka lakmi rajoni për këtë pjesë. Përveç saj po do mund dal tek diçka që cili do të ishte mesazhi yt për kundërshtarët për titullin e kampionit. Po besoj që e din keq që ne ndoshta gjysa ekipet i kemi bërë disa vite dhe nga njerë nga ngacmojnë, jo jem vjetru ekipa, jo kështu, po gjithmonë ne ta din që ne prap jemi aty edhe do të shfaqemi aty ku duhet. Pra jeni si vera e kuqe, ha? Normal. Sa më vjetër as më mirë. Ashtu ku prek plakë, thojnë fituat kupa. Ta fituat kupa. Kombinimi mirë ke kjo. Bajram përveç saj keni pas ki pjesë edhe kombëtare së Kosovës dhe me shumë dashuri, me shumë pasion e mbron fanellën e Kosovës, realisht na trego pak a shumë sepse keni pasur disa parakualifikime, keni kaluar tash në majën në rond, në fazë kualifikuese tjetër për botrorin e futsallit në Malë të Zi shkëlqyt. Po, normal që me këtë jenë puna për kombëtarën edhe fanelën e Kosovës është këtë diçka një ndjenjë ndryshe, dhe më thonë emocionet janë këtë ndryshe se përfaqëson vendin tënd dhe do të me pas këtë një qasje tjetër, jo si me klub, shembull, se me klub ke pak balans, ke pak mund më konë ma i lirë, ma se po me kombëtarë është diçka tjetër, po edhe me kombëtarë kisha desh me veçu që seriozisht edhe pse çuditën bëri njerëz këtojnë, ne gjysa jeni lejtar Drenicës, gjysa Prishtinës, jo në loj këtë ndryshe, jeni këtu sa mirë po kalone, po çuditmi. Dhe më thonë aty është punë kombëtarja dhe e kena një grup shumë të mirë, gjysa na që jena pak më të vjetër, non-stop mundohemi mi përkra dhe mi mojt në disponim sa më të mirë këta lejtar të rija dhe janë disa lejtar të ri që shpresoj që të kemë fatë dhe janë jashtëzakonisht lejtar të mirë. Na ka jetë shumë mirë, kena përfundu vendin e parë, si asnjëherë më parë,
për herë të parë kena kalu grupin si vendi i parë, dhe besoj që në rundin tjetër shpresojmë ta kemi pak më të lehtë. Edhe normal ëndra jonë është të kualifikohemi në botror. Do të më ditë edhe dëgjues që futsalli pak a shumë është për ju si pasion, sepse realisht nuk është sport që mundesh me vorë veç për isoj, sepse për atë arsye luni edhe në pjesë të turnirëve të ndryshme në mbar Kosovën, poshtë rajon. Por çysh mundesh më shpjegu kur përballesh me një skuadër të fortë si qoftë nga Kazakistani dhe qoftë nga Portugalia, Spanja, vendet e tjera ku realisht ata paguhen në mënyrë stratosferike me paga marramense, edhe kur humb për shembull një ekip siç ka ndodhur edhe me ju, realisht sepse kuptohet niveli edhe pjesa e gjithçka na thonë që nuk është diçka që pse paguhet më shumë, ka diçka më ekstra, por realisht ai ka fokusin gjithçka tek futsalli, kurse ju të tjerët keni mendin nga të tjerë. Çish mundesh më shpjegoj atyre? Kjo është një shpjegim shumë i thjeshtë për ata që pak morin vesh futbollin. Domethënë ata janë seriozisht në nivel tjetër, domethënë 14-15 ekipet të Evropës janë nivel tjetër për neve. Domethënë na me kapacitetin tonë, me çdo kushtet e tona që domethënë e din këtë Kosova që 80% e lojtarëve si në Prishtinë, si në Drenis, si në Kombëtare, 80% e bojnë një punë, para dite domethënë deri në 4-5, mas dite kanë me shku në stërvitje, si na shembull që kena 10 natës, dikush ku t'i kallzojnë që në 10 natës kena stërvitje, ata çuditën. Domethënë ata e kanë princip, e kanë ata që janë domethënë nivel tjetër, ata kanë më qenë në mëngjes, po kanë më qenë për klub, vetëm për stërvitje, ata mojnë 3 herë në ditë stërvitje. Që aty është dallimi i madh, domethënë mos t'i përmendni onën e pagesave këto që janë në shefesh janë manal senal. Domethënë na duhet me bë paçore një punë para dite për me mbijetu, sepse rrogat në futsal domethënë është që 3-4 vite janë pak më të mira, po krahasim me futbollin e madh vetëm Kosovë, po them, nuk po krahasoj me këto ekipet ndërkombëtare që janë në nivel tjetër, janë shumë diferencë e madhe. E domethënë këtu në Kosovë duke marrë parasysh që kushtet që janë ekonomia e këto sanat, domethënë do të gjithçysh me bë si punë dytë. Edhe për ato them është në dhimbën disa lojtarë, peshti edhe veten aty që nuk i kena ato kushte, edhe sepse po them 30-40% ka lojtarë që kishin mujt me luajtë në ligat më të forta në Evropë. Atë të të bindur që ti kishin pas kushtet edhe rrogat e atë me lojtarë, se ka lojtarë që na për super ekipe botërore luajnë, po shumë pak dallojnë pe këtë me lojtarëve tonë që kanë jashtëzakonisht një kapacitet të jashtëzakonshëm, domethënë që kanë pas interesim edhe për lojtarët e tonë shumë, po ja kushtet, ja mundësit, ja deri më herë domethënë s'kena pas sidomos edhe probleme me dokumentacionin që është pavarësisht mendojnë që pavarësisht mundesh më anë lirshëm, realisht do të marr leje qendrimi e gjithë ato tjera që është po gjani farlloj nomi letrave vetëm me arrit me qenë pjesë e një ekipi, qoftë futsal, qoftë futboll, qoftë çdo sport tjetër. Bajram po do mundal tek pjesa e turnirëve të ndryshëm, merrin pjesë në turnira qoftë Malzi, qoftë në Itali, edhe në Itali keni shku, keni fituar Itali, Sloveni, Zvicër, Gjermani, Malzi. Aja më e bukur kënë Serbi. Po, atë edhe pse është vend që e kanë fituar me forcë ata, bëhet fjalë për Novi Pazarin, ku e dim që pavarësisht që janë një numër i madh i shqiptarëve të asaj kohe që tashmë janë asimilu dhe realisht pak a shumë kanë qëndrime për shkak të sistemit që është atje, por e bukura ke gjatë këtyre ditëve mora fjalë mes Novi Pazarit. Po ishte diçka shumë emocionuese, se edhe na kur e kena ndëgju kongën, domethënë më njëherë kena intervenu me posi si kujtim, më njëherë i kena kap një djalit, i kena thonë lut na merre telefonin edhe ngjëzoje që të pjesë, se ishte diçka shumë, domethënë ja nisi edhe trupi më tërësi, se
normal na me ndjenja me ketë, kishke aty sërb shumë, kishke bosnjak, kishke që thuti shqiptar të asimilum, ata ja zakonisht farpriti na bojnë, me ne ka njerë nga s'mohemi me shok kush jena nap, dhe që përna bojnë këtë pritje, si me ardh Messi ose Ronaldo. Po VIP të futsollit jeni. Jashtëzakonisht na presin mirë, edhe na përkrojnë, na lëshojnë muzika shqip, po kjo diçka ishte ma ekstra. Ka qenë ma ekstra se herën e kalume, pavarësisht që në finalen herën e kalume, duhet me ditë që e keni poshtë kombëtarën e Serbisë. Po, aty na kanë lëshu muzika shqip, po disa muzika kështu, argëtuse, ama kjo ishte diçka ma ekstra. Edhe pat reagimet shumëta, kur u lëshu muzika, tani ishte qaj interesant se kishke aty njerëz të ndryshëm, bosnjak, serb, e tjerë, kroat. Etni të ndryshme. Po. Një pyetje të fundit, serbt i keni poshtë edhe në Serbi, i keni poshtë edhe në Malzin Ulqin me turneje të ndryshme që keni marrë pjesë. Nuk po flas për serb futbollist thjesht, por kombëtarës të Serbisë futsal. Do të imposhtim sa herë që të takove me ta. Ato ta garantoj gjithmonë, sepse janë me standarte, janë nivel më nalt se na, po kur t'jem pyetja mrena fushës na deri në fund. Po, deri në pikën e fundit, domethënë shëndromin nuk e lëshoni. Jo, s'ka shans. Ti je aty luni natë, luni emocionet, luni gjithçka. Domethënë jena shumë më të motivuar se me këndo tjetër. Bajram, faleminderit shumë që zgjidhe kohë me qenë pjesë e pasdites sportive. Unë të uroj ty më të mirat, kështu që faleminderit shumë që zgjidhe kohë me qenë pjesë. Ishte kënaqësia imja.